pa tjetër që janë përfshirë. Dhe ne po operojmë, për shembull, sot ne shpërndajmë raportin e updateuar paraprak. Raportin paraprak të updateuar, i cili në fakt me terma të tjerë është një raporti i ndërmjem. Raporti përfundimtar do bëjmë çdo gjë që t'jetë gati nga data 10 qershor. Por ndërkohë, ne si dokumenta i nisim që të gjitha në misionin e Odirit dhe misionet tjera vëzhgose. Ku do shkojë raporti përfundimtar? Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha kancelarit e vendeve anëtare të OSBE-s, vendeve anëtare të BE-s, vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha institucionet ndërkombëtare, konventat, dokumentat e të cilave janë dhunuar në këtë zgjedhje. Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha parlamentet, komisionet e jashtme të drejtave të njeriut, të parlamentet dhe vendeve të anëtare të OSBE-s, të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Pra, këto janë destinacionet e raportit përfundimtar. Por për të mbajtur non-stop me të informuar, ne kemi operuar në raportin paraprak, tani kemi përgatit duke mbledhur të dhënat raportin paraprak të updateuar apo raporti në fakt i ndërmjem, para përfundimtarit, dhe raporti përfundimtar do përpiqemi ta përgatisim midis datës 10 dhe 15 qershor me çdo kusht.